Mirë se erdhe! E kuran knatësimit prit, faleminderit për kohën. Hajde rehatohemi. A shkoj qëtu? Që to jepja. Qështë kemi, mirë? Mirë me shëndetin, mirë me punë. Me shëndetin, mirë? Mirë me kolonën, që s'pat kolorë që qërë ka erdo. Spata, okej, jonë shkundeti vë nduket. Krejt që kemi met, jonë qëta që përna shashtë. Sigurisht në ditë të tila, me temperaturat larta, na kanë mungu gjithë se cilit prej neve, po kthehemi. Që kemi Prizrenin? A është ma i qetë se Prishtina? Po besoj që po, nuk kemi kësi kolona në Prizren, s'kemi kësi të lovije në Prizren. Prizren është pak ma i qetë. Ka të lovi veç me këmësor aty ma shumë. Doko veç me këmësor, edhe me bicikla. Okej, e kuran din në atyr shumë pytja, ti vet je adhuru si muzikës rock? Oneраrisht jam adhuru si muzikës të mirë. Mirë, ju veç rockut. Bile me një vitin e kalun ishë kur ishë më thërë me një intervjist edhe të ardhë me nusën. Ata ka bun BM-në në intervjist? Po, zakonisht e me edhe në BM-në. Edhe të ardhë isha me nusën, edhe ngova i Lishaqirin, se adhuru si Lishaqirin. Tha, i ka zënë me që janë shkangove rrugës a jo. Se jo, ku ka më mirë, se sa biles duhet më ndi shumë krenar që kemi muzikë mirë shqipet, kryume prej nesh edhe që e përcillim në përbrezat e ria. Qka së është muzikë e mirë për ty, me që po flasim? Ta s'kesha hi shumë detoje, se nashtë ata njerë shasë. Mendimet, jemi shtetë demokratik, e themi fjallën e tirë. Qëllimi ka qenë me bo një festival të muzikës mirë që korespondan ma nej me rockun edhe me bluesin, po që nuk i kem krejt rockera prapë, se prapë line-up-e nuk kemi pas veç rockera. Kështë që unë prapë pretendoj edhe qëndrej të rocku edhe të bluesi, edhe të muzika e mirë e Lishaqirit. Okej, pëse jo të jetë një natë misafir speciale, apo mund tjetë vetëm se si iftuar të ashjoj muzikën? Besoj që ma shumë si iftuar. Ta njës pak me këtë, kush ke qenë ti me disa mishë të tjerë që marët iniciativën, hajde ti dhurojnë Prizrenit dhe gjithë qytetarëve të Kosovës, e besa edhe plot turistëve të huaj që në atë periudhë të vitit pra në Korek janë të shumët edhe janë të shamirë të muzikës. Bleruna fillimisht ka njësë si ide për bashkët edhe jemja edhe kryetorit komunës Prizrenit. Zotit Totaj, edhe në vitin e parë kemi pas një përkrojët tjarë zakonshme edhe prej Unionit Bashkive Shqiptare, Sunës Andreo Lakamo, si ndashta dhe bashkë vepruse me neve në festivalin e edicionit parë, ka njësi një fesë ndryshe për lidhën shqiptarët Prizrenit. Ma një kër e pom që po pëlqejet edhe po duhet roki mas një kohë vendosëm që me bo në Korrek edhe me mboj si festival tradicional i muzikës të mirë, jo veç që i lidhën shqiptarët Prizrenit, qëllimi për cilin veç u bo. Edhe po besoj që si vjetë jemi edicionit treta, vërteta. Si ishte eksperienca e edicionit të parë? Qka mësuat, sepse sigurisht një diçka të re, kur njës, gjithmonë shkon duke u përmirësu, dalin gjana që ndoshta si keni mendu, si keni planifiku që mund të ndodhin. Qka nëzorët si përfundim nga edicioni parë? Për me bo dytën e tretën. Po pra. Që aty ke edhe qëllimi jonë, kur kemi fillu është konë me u bashku shumë festivalet të mira që ndodhin në Prizren, edhe kemi post një përvojt paktën nga ona jashme, se që shka njësë ato festivale për me bo dhe na. Edhe ma ndej kër u bo edicionin e parë, e thëjsh edhe në prakt edicionin dytë, mas i dhezëm herën e parë, po provoj me dytën e tretën, po sinqerisht, adim po thëmë, një përkroje madhe edhe për komunës Prizrenit, edhe për sponsorove tonë edhe për mbështetësve tjerë, për na bënë që mos me undalë. Okej. A ka njësë shumë kohë më herët me u përgadit ajo lista e emrave që sigurisht për pas një infrastrukture të rregullt një festivali që kërkohet edhe është nevojshme që qytetarët për pas të ashjojnë muzikën ta kene dhe komoditetin e tëne, besa dhe mos jetë, nuk e di janë me bileta, apo si është hyrja këto ti elaborojmë. Edhe si vjetë është falë. Po thu vitin tjetër me shtrajtim trymës e këtëne, po duhet me bo dhe bileta. Edhe noftës, si ka një. Nafta ka rashtë. Po kje ka arsia gjithë të shqiptare, e rritje smime. Si janë emrat? Si keni mendu? Si vjetë kemi vendosë me pas ma shumë shqiptarë dhe 3 bende ndërkombëtare, 3 bende internacionale. Njëni për tyve Gripin, një band shumë i famë shumë turk, që është tash e soku në skenën muzikore turke. Queen Mania është tributi numër 1 në Evropi, Queenit famë shumë, bandit famë shumë të Freddie Mercuryt, edhe Stanley Jordan vjen me kuartet, janë 3 emrat internacional tonë. Për me vazhdu me shqiptarë të janë njës për Prizrenit që është beska me komplet klikën e vetë. Me një 6-7 artista tjerë që e bojnë një band shumë të mirë për me qilë, për me hapë festivalin. Elita 5, nuk besoj që kam nevoj me full për Elitën 5 ma shumë,
Gjeriko, Eugen Bushpepa, Minatori edhe Mentor Haziri me band Bjen si vjet, që performojnë se cili notë i ka nga 3 bende, edhe po shpresojmë që ka me kalu gjithë shka mirë. A ke vështirë me arë në përfundim me i mbledh gjithë këta gjithë emra, sa ishin ata të familiarizuar me festivalin tashmë si në edicion të tretë? A ka dikush që edhe u vetë ofru, ka qenë si mysafir edicioneve të kalume dhe ka thonë, hej, unë du me qenë këtu edhe si performus? E që kjo shumë mirë si ma bune që të pytje. Unë kësha me i kërku folje se cilit band 3, se cilit artist 3 që nga ka shkrujt edhe nga ka thirë për me arë me performu, po për shkak se jemi relativisht një festival i ri, nuk po guxojmë me rreziku shumë me bende të reja, po dojmë me kriju emrin edhe na, edhe me marrë bende që tashmë veç janë të njohurna, se bashkë me ta më rritë edhe na si festival. Po besoj që vitin tjetër ka me qenë ma shumë hapësira për bendet të reja, e sa por që na kanë shkujt poshtë, e vërtet që na shkujnë edhe artistat mëdhaj, që me arë me performu. Festivali ka kriju një reputacion edhe një emër të vetin, që edhe aty me u karonë në veshën sy që për me arë dhe me performu në prezen, se edhe prezeni po di ka me bod një festival të mirë. Nuk e kemi dyshu ndonjëherë. Ku do t'jetë lokacioni, dalon prej edicioneve të kaluara? Lokacioni është prapi njëjtë. Bleruna është në parkun e inovacionit në prezent, e ishtë baza Akforit Gjerman. është njëjti lokacion si herën e kaluar, si 2 viteve paraprake. Hyrja është pa pagesë. Është e njëjta energji, është e njëjti informacion i ekipës që ka me realizu këtë festival. Nga eksperienca e 2 edicioneve të kaluara, që keni pas targetin audiencës, çka ju ka befasu prej ndoshta grup moshave, pjesëmarrëse, ose edhe nacionaliteteve, ose edhe qytetarëve lokal, pra sigurisht ka pasur edhe lëvizje prej vendeve të tjera? Zakonisht besoj festivalet bëhen për moshën rinore, na mas pak të kemi moshën rinore në festival. Nështë edhe për shkak bindeve që i kemi pas 2 viteve para prake, për shembull Vlatko Stefanovski ke vitin e kaluar me trio band, gitaristi Macedon, që është gati i vetmi që ka dalë në Amerikë me performu me turne, edhe bëja geni moshë shtyme, në kisha vethore shtyme, po bëja geni moshë vjetër, në festival si audiencë, edhe u habit Shakori Shisha, aty ka 60 kusur vjetë pjesë e festivalit, të po i kemu një mirë. Edhe me i thonë vetës, më suan ka se nuk ja vlenë, shiko se ka të tjerë që e shiojnë jetën ma shumë. Shqyqyr që kemi në fakt aktivitetet tila që përfshinë të gjithë moshat, besoj juve një limit prej minimumit e keni plus 18, apo e keni lëshu në plus 16? Vleruna për shkak... A të një kontrol të tilë, një filtrim të tilë? Për shkak të mbështetësve dhe të sponsorëve që veç po inkuadruan edhe po futen në ekip, po kemi të detyrueshme me bo, nështë për shkak të cigareve që kanë me uleu me ushit mrena, po kemi detyrueshme me bo plus 18, por realisht në 2 vitet e para ka qenë nështë edhe për fëmijë, se cili fëmijë shoqnu me prind ose me një shoqnus moshës madhore, është e ju me hy brenda. Si vjetë kjo pjesë pak ka me undalë për shkak tyve që unë i përmena, edhe nuk kemi me pas fëmijë të pa shoqërim. Kështu që nuk është nej kontrole rap të dera, po ku me pas kontrole ma shumë se viteve të kalune për shkak të që unë veç i thash, se po është një varë të lashëm, a ne me menagju komplet. Sigurisht. Një festival i mirë dhe një ndaj e mirë e kërkon edhe aspektin e sigurisë ta ketë në nivel të lartë, ma ndej knaqen të gjetë edhe ju si organizator, por edhe publiku pjesëmarrës. Një që po më jep vëmendjen kështu më shumë, është që nuk ka vajzë në listën e performuzve. A nuk din vajzat të bojnë rock? Shumë e drejtë edhe e kom pyt nështë edhe e kom prit. Remë pak të shysh namën kritë qikave të shumë zonat mirë që bojnë muzik rock, po më vjen me bu këtë pytje. E kom prit pak këtë kritik, edhe nështë mas që e kemi përfundu line-upin e kom po që se kemi asë një gjini. Ka kohë me 11 korek, kur nuk është vonë me përmirësu gavimin. Vjetë kemi pas një band prej Finlandës, cili ka qenë vokaliste, ka qenë femën, e si vjetë nuk kemi për fatkes, po une të të mënuna dhe po të siguroj që vitin tjetër 30% që ka me qenë gjimi femërore. Okej, pse jo me i bu një band edhe një vajzë e pjesë të bordit ju i drejtues festivalit, i ki shku menja asaj ma për para, se sa ju I kemi vesh në ekip vajzat shumë të mija që japin bajagi prej vetës për festivalin, po nështë edhe më kanë thonë, po nështë edhe si pas në anguë, se së më garohën. Okej, s'ka gjëm, janë gjëra që mund të përmirësohen. A ka dikë që juve keni kontaktu edhe sa të dëshira e madhe nga të 2 anët, thjesht nuk keni ra dakord për çmimin konkretisht?
kemi kontaktu direkt me Europe Bandin, e famë shumë suedez, edhe kemi pas kontakt direkt me ta përmes lidhjeve që i kemi tash e Sovjet si festival, po pak ka qenë edhe puna çmimit, pak ka qenë edhe puna që ata nuk kanë pas datë të lirë kur kanë qenë datët e festivalit. Ne kemi prenotu një band nga Chicago, Led Zeppelin 2, që është tribut bendi më i famshëm botit, Led Zeppelin. Po mas që kemi nënshkruar në teatr, mas që kemi bërë paradhonjen, ju ndroi jetë një antar edhe në fillim të prillit, në fillim të majit realisht, më lejmë unë që na u bëjshëm gati me postu si band edhe si emër i madh që vjen festival, na lejmë unë që nuk mund me udhëtu, po besoj që në 2026 janë këto. Do t'jetë e hapur ndërsa një mundësi tjetër për ndonjëherë tjetër. Po, një band i famshëm Leruna, më falë që bëndre prej Gripin, një band turk, se kemi na një komunitet, në prezent një komunitet turk që e respektojmë edhe dojmë dhe jemi me ta non-stop, e kemi pru një band dhe nuk ka qenë bashkë e letë. Me pru... Sa ju lëpën? Bol. Po ju keni me deklaru këto dikog, mësë mërë ko me i me ullëm tu. Jo, nuk është të lashe me tegu, po është ma pak se një artist shqiptar që performon me një klap Prishtinës. Po. Okej. Po thu nga këto 10.000 nuk bëhet fjalla, ma pak se? është pak ma shumë se 10.000 euro. Pak ma shumë se 10.000, 12.000 dikon, është me dolar, është pagune, është që kaq, është njoni për bendeve kryesore ature që është pagu qaq. Të më që i bjen, realisht, se na i dim shpimet edhe të artistave tonë, i bjen përja ke malirë se një artist i malë, i repit, a qove lione, që performon në Prishtinë me një klab. A ka konkurencë mes festivaleve në Kosovë, Kuran? Kisha me thonë, bre. Nga kjo e shëndosha, me siguri, konkurencë e shëndosh që hajde ta bëjmë më mirë, po jo ta bëjmë me dëmtu tjetërin. Relativisht si festival i ri që jemi, nuk besoj që... Nuk keni pas në Nuk kemi pas, për shembull është Sani Hilli që është jashtëzakonshëm, aty kisha më përmend me emra, Artfestin Raves që është 10 vjet, 12, as për ditë është saktë, din që unë e kam vizituar rregullisht edhe më shku, që janë të jashtëzakonshëm, po besoj që sa më shumë festivale, niveli i jetës kulturore që shkon të urrit. Shumë e vërtet. Edhe është në rregull me pas sa më shumë. E vërtet. Ju inkurajoj me vazhdu me këtë vizion të qartë për edicione edhe të 10-in e të 12-in. Nuk e dija do t'jemi këtu, do të plakemi shumë, po gjithsesi e rëndësishme është se të kemi shumë festivale dhe aktivitete tilla që ju ofrojmë qytetarëve. Ju përgëzoj për iniciativën. Nëse ke diçka në thirrje për fond, ku duhet mu drejtu njerëzit, a ka paraprakisht ndonjë mundësi me ble biletën apo në vend të ngjarjes ndodh gjithçka? Qashtu qysh e thash, hyrja është free prap edhe këtë vit. Vitin arshëm nuk e di, shka të ndodhë, se që shfrytëzën e rastin e si vjetë. Unë për bëjthire prej teje, të se cili që për në ndëgjën e për në shikon tash, për me orë me po të pak të nivelin e organizimit edhe me orë me po non bende, pa në i loj pagese, pa në i loj kosto, non super bende, se cili me i mirë se tjetër edhe se cili është live atë të na, kështu që mund me pagu 2-3 euro një birë, nuk besoj që është shumë. Qa që është maksimumi që mujtë me argju. Më rëndë si muzika e mirë, edhe me një ujë banë. Falimderit shumë e Kuran, shumë suksese. Falimderit shumë për ftesën në mundësi me prezentuar. Me që për ju lënë vazhdim, Diona ka dalë me një mision në qytet të Prishtinës, me një pyetje kështu se sa janë qytetarët, sa din të lidhin kravatën. Shumë për i tyre, varësisht nga profesioni.